Nëse një njeri përballet me vështirësi të mëdha, ndodhet në strese, ka përjetuar diçka që nuk ka përjetuar ndonjëherë gjatë jetës, është në ankth, në stres të vazhdueshëm, edhe nuk e di se çka po ndodh me të, në rrethana të tilla psikologët na këshillojnë që të gjindemi afër, ta mbështesim, të flasim fjalë të mira, t'ja përmendim pikat e tij të forta. Kështu sipas tyre do t'i japim mbështetjen e duhur edhe do ta forcojmë emocionalisht. Një qasje e tillë është praktikuar në shoqërinë muslimane para më shumë se 1400 vjetë. Kur Muhamedi a.s. në shpellën Hira ju zbrit ajeti i parë kuranor, lexo, ai u kthye në shtëpi duke u dridhur, i shqetësuar edhe i friksuar, sepse ishte ballafaquar me diçka që nuk e kishte parë ndonjëherë gjatë jetës. Gruaja e tij Hatixha radhiyallahu anhu, një grua e zonja, e mençur, e fuqishme, nuk e gjykoi, nuk e friksoj, por e mbështeti edhe ja përmendi atij disa cilësi edhe tipare të fuqishme që i kishte. Për Zotin, Allahu kur nuk do të poshtroj ty. Ti mban lidhjet farefisnore, i ndihmon të dobtit, u jep të varfërve, i mirëpret musafirët, e mbështet gjithmonë të vërtetën. Këto ishin fjalët që ajo diti me ia thonë para 1400 vjetë. Pa këshilluar asnjë psikolog, e pa u bërë asnjë studim. Po, sepse në atë kohë kjo ishte sjellje e duhur, ishte sjellje e mirë, ishte sjellje me dashuri. Sot sa më shumë që kemi informacione, aq më pak kemi ndjeshmëri, sepse për me dasht edhe për me mbështet, paraprakisht duhet ta ndjejmë, e jo ta dim. Të dashur shikues, shumë parime psikologjike të kohës së sotme, e shumë zbulime shkencore të kohëve moderne, kanë qenë praktik e shoqërive muslimane ndër shekuj.